Sherri për tokat na çon kësa radhe në Tropoj, më saktë në Murataj, atje ku një individ duket se ka bërë zap gjithë fshatin. Ai ku vrap si te makina edhe nxori thekët. Ka sulmuar direkt. Ky 62 vjeçar quhet Hams Brahaj nga Tropoja dhe po akuzon për agresion bashkëshatarin e tij, Gëzim Bisheva, rreth 10 vite më i ri, i cili mesditën e 16 shkurtit e ka sulmuar me thik pas disa konflikteve të mëparshme që kishin nisur që në vitin 2019. Unë atë ditë kisha duke punuar të vinë. Nëse kur pa shfaqet ky personi të filmoj mua. Po i ka thënë më i shafë se apo më le të punoj vinë që ke prish ti. Unë ngatruam në vetë, tash unë puna me dal prej vis, me lopat në dorë. Ai ku vrap si te makina edhe nxori thekët. Edhe ka sulmuar direkt. Tash kur më sulmoi me thik, unë kisha lopatë në dorë. Unë dal kalova vetë mbrojtje, se ndonjëse do kishte bën cop. Do luftoj me sipër me atë personin. Ai më dha një thik këtu. Bashkë shenjtë në formë V, ku pas 2 kopsa, i ikuaj me vrap. Duke lënë bar fshatarin të gjakosur buzvinje zvadice. Pasi kam njoftuar policin, ka një furgon me polic, një nga ata të policisë sa do të marrë me shkon në spital. Ndërkohë ata pasan pa njoftuar ambulancën. Më dha mjekimin në imën e parë, më qepën plagën, vazhdova mjekim ambulator. 10 ditë edhe herë tjera më ka sulmuar me thik. Ka sulmuar me kosore, me kmes. Policia ka DNA. Policia e qënë të prokuroria, po prokuroria se kuptojmë pse i pushon. Nga sa deklaron ky zotëri, bashkëshatari i tij e ka kthyer dhunën ndaj fqinjve në një formë komunikimi, duke mos kursyer askënd. Por le të kthehemi në ditën e ngjarjes, sepse teksa policia e Tropojës ishte vënë në ndjekje të tij, gjatë kontrollit në banesë, efektivët i gjetën një arsenal armësh, aq sa për të furnizuar një komando të gatshme për aksion. Një mitraloz, 2 automatik, 2420 fishek dhe 5 uniforma ushtarake e kishin kthyer banesën e Bishevës në një depo ushtarake. Para mjaftojnë këto për të mbajtur në burg një person. Fundja në Teksas ka shumë më tepër armë në shtëpi dhe askush nuk arrestohet. Prandaj me këtë logjik, pavarësisht se prokuroria e Kukësit fillimisht ngriti 2 akuza, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit dhe plagosje lehtë me dashje, ato ran pak muaj më vonë dhe 53 vjeçari nga masa e sigurisë arrest me burg përfiton lehtësim të masës së sigurisë në atë të detyrimit të paraqitjes. Mund të ngjajë pabesueshme, por është tërësisht e vërtetë. Prokuroria e çështjes ka pranuar ankimimin e bërë nga pala mbrojtëse e Bishevës dhe më pas gjykata vendosi që Gëzimi, pavarësisht armëve të gjetura, plagosjes së fqinjet dhe largimit nga vendi i ngjarjes, të lihej i lirë. Duke u kthyer në fshat, aty ku nuk ka problem vetëm me Hams Brahajn, por dhe me bashkëshatarët e tjerë. Tua kam tokën, edhe nuk kam rrugë për me hi me thyje tokën me miell mishër ose grëm. Këtë urën e ka bo bashkia. Ky shoqi që ka orën këtu poshtë nuk lën me kalua. Ja, se morë më me ta. Se me e palon hapu, unë kisha hi direkt e në. Ke shku te bashkia i interesu? Po, ka thonë kryetari i bashkisë me për unë kërkesën kur të lidhesh Këshilli Bashkiak, nuk ka kthyer përgjigje asa. Sa kohë ka që të rëzën toka? Qysh në 2019, u bë kjo prita dhe kënaj nuk ka hiu. Çfarë dëmi të ka sjellë gjithë kjo? 50 kg janë zhmarë, ka desh më thysh e 5 vjet janë ra. Bëhet fjalë për këtë urë, e cila është ndërtuar në vitin 2019 nga Bashkia e Tropojës, që do të shërbente 10 familjeve për të shkuar tek tokat e tyre, por që prej vitit kur ndërtua, e sot e kësaj dite, është e zënë nga 53 vjeçari, i cili e ka privatizuar, duke vendosur gardh, duke mos lejuar të tjerët të shkojnë tek tokat e tyre. Dhe kush e kundërshton përballet me pasojat, pavarësisht statusit apo moshës, si në rastin e këtij 80 vjeçari. Ne kanë dalë para, pse anë kohë ju për tokë, jem katafis, ne kanë dalë, kash mafioza janë ata, sa kanë arrit me thonë, ata ne dulen para, se si kisha dalë babës ti, para me malon botën, janë jashtë tërbis të rëzor ata, ne kanë tuën në atë gradë sa nuk bëma, du me morë këtë tokë, pa fakt, pa kur gjo, jashtë të nanuar vëmën të legjoras, jem më në kuën bashki, jem shkuën jetësi, kam ledhë Këshilli Bashkiak, ardhe ka hje gardë i herë, e kanë dhua prap, prap shtyti, e kanë dhua prap, nuk merë kush parasysh, ne kërstojnë në pazar, ne ofendojnë, su kem hak asile. Ka 2 vjetë ke punë që po vazhdojnë kështu, toka për çdo njeri është personale e shenjtë. Ti me drejtë e hek gardë e lotonë, jo jemja. E ndërkohë që përplaset çdo ditë me fqinjet e tij, Bisheva dal nga dal po zapton dhe shtratin e Përrojt,
Bashkia e Tropojës duke se është dorëzuar përballë këtij individi, prandaj vendosi të hapë një rrugë të re, duke marrë tokën e disa banorëve, të cilët në mirë kuptim ja falën shtetit për rrugë. Fola me vllazën të mi, me njerëz të mi, u thash kështu, o gjenam, ka kaluar njerëzit për ujë, për ujëra të zeza, edhe menduan me ja fal katunit këtë pjesë rrugë. Por dhe kjo e fundit po ikën nga fuqia gërryese e Porojt, që ka devijuar drejtim pasi zotëria problematik. E ka bllokuar komplet gjersinë e shtatit Porojt. E ka mush me filiza pyjor të prem gjatë 3 viteve. Gjersia jugore e rrugës së re u qetësua në shtat Proni. Gjersia e shtatit Porojt u përvetësua në mënyrë të palishme nga i forti i lagjes si këtë sistem. Zoti Gzim Dinbisheva i ndihmuar nga sistemi i padrejtësisë. Se nuk s'ka drejtësi, se pas drejtësi nuk është guxuar. Ne kërkoj vetëm të drejtat e mia të mohuara në vite për një kriminal, se bllokimi i rrugës është veprim kriminal. Këto janë pretendime dhe akuzat e forta të banorëve ndaj këtij personi që nga sa shihet është kthyer në tmerrën e bashkëshatarëve të tij. Tani le të provojmë të dëgjojmë versionin e tij të historisë. E Don Kuçi nga Pirania. Çfarë kërkoni më shumë nga Hamza? Pse nuk e lini qet në tokën e tij? E keni dhe plagosur mbi gjithë. Rrugën e fshatit e ke bllokuar. Urën që ndërtoi bashkia për fshatin e ke bërë pronë tënde. Tani nuk do ta lësh as zvadisi tokën e vet. Mendon se heshtja është zgjidhje. Si mund të plagosësh dikon? Nuk besoj se është zgjidhje kjo. Nuk të bën as burr më të mirë. Ka këtë përgjithë gjykata. Çështja është akoma në hetim. Thjesht kanë ndryshuar masën e sigurisë, pra gjykata se ka thënë akoma fjalën e vet për këtë ngjarje. Si mund godisi dikon më si, ti nuk ke problem vetëm me Hamzën. Ti ke problem me gjithë fshatin, me gjitha zonën aty. Je beu i fshatit, do të thonë gjithë ajo është toka jote. Ke gjujt me grushta dhe i burrit 80 vjeç, që është mosh me babain tënd. Unë t'jevi kërcënuar nga një 80 vjeçar. Zoti Bisheva, sikur t'ishe kaq i qetë edhe me bashkëshatarë sa je me mu. Kaq i qetë ke qenë dhe në gjykat, besoj që janë mbushë mendjen që t'lanë në detyrim paraqitje. Zoti Bisheva e ka ndarë mendjen që mos thojë asnjë fjalë. Do doja shumë në fakt që këtë karakterin e qetë dhe që nuk flet ta kishte me bashkëshatarë dhe jo me ne, që në fakt kërkojmë vetëm një sqarim. Me sa duket ka 2 karaktere që me ne është ndryshe, me bashkëshatarët është beu i fshatit. Kemi ardhur për zgjidhje. Si do ta zgjidhim këtë situatë? Që secili të rirë hatë në pronën e vet. Mos ketë dhunë, mos ketë kërcënime, dhe mbi gjitha mos ketë plagosje si ajo tjetra, se ai ka akoma shenjen. Mendoj që gjëja më mirë se sa të bësh scroll në Facebook është që të na japësh përgjigje, se zgjidhjen për këtë nuk do ta japi Facebooku, se ni bërë si të shtëpisë te komisariati i Tropojës. Gëzimi e ka ndarë mendjen të mos flas me ne, por dikush që ti të lexoj buzët nuk e ka të vështirë të dëshifrojë preshërinë e sharjeve që morëm. Zoti Gzim, kemi ardhur për zgjidhje, që kur të takosh herë tjetër Hamzën, mos ndroni rrugë nga njëri tjetri, por takojeni si fëmijë të mirë. Zoti Gzim, më vjen mirë që të shoh duke buzëqeshur, por paktën t'ju buzëqeshësh dhe fëmijëve. Do më shtypësh, e ke ndarë mendjen që të më shtypësh pa shishave për dhëm. Zoti Bisheva, është më mirë që të flisni. Pas na shau mirë, ruajti qetësinë vetëm për mos dhënë sharime, pse përse ka problem jo vetëm me Hamz Brahajn, por dhe me gjithë fshatin. I shan, i kërcënon, madje dhe i plagos. Po ura ndërtuar me fondet e bashkisë, pse duhet qëndroje bllokuar nga ky individ? Vetë prokuroria e Kukësit, që prej vitit 2019, pas kallëzimeve të bëra nga Hamz Brahaj për zaptimin e tokës, kufin dhe zënien e Porojt, e pason topin tek bashkia, si organi që mund të zgjidhë çështjen. Sipas banorëve, e gjithë kjo ka trahur me tokat, ka ardhur nga plani i rivelimit i bashkisë Tropoj në vitin 2019, që nuk ka ndarë siç duhet, se kujt i takon çfarë. Por kuptohet, bashkia nuk ka ndërmend të ndërhyjë, duke thedhuar edhe më shumë konflikte që quan në plagosjen e Hamzës me thik dhe dhunën ndaj 80 vjeçarit. Por më tepër, që me sa duket pas kapjes së kryetarit Reç Byberi nga SPAK, askush nuk e ka mendjen të zgjidhë problemet e qytetarëve. Bosh. E mbyllur. E mbyllur.
Alo? Ora shënon 15:22 minuta dhe jemi në bashkinë e Tropojës, e cila duhet të shërbejë rreth 28.000 banorëve dhe në këto momente nuk ka asnjë nga funksionarët e lartë në shërbim të qytetarëve, ndërkohë që punojësit e administratës njëri pas tjetrit kanë braktisur detyrën ende pa shkuar ora 16. Pasi kryetaren e detyrë, Zyra Islamaj, nuk e gjetëm në zyrë dhe nuk na hapi telefonin, vendosëm ta telefonojmë 2 ditë më pas. Por zonja Islamaj ashtu si Gëzim Bisheva nuk flet, madje këtë herë e bën komike situatën. Alo? Zyra, si jeni? Mirë, se ka lume? Mirë, jam e Don Kuqi, gazetari nga Piranjat. Alo? Zyra, mund të flasim vetëm pak minuta të lutem për një problem që kanë banorët në lagjen Murataj? Alo, zonja Islamaj? Zonja Islamaj, nuk besoj se është etike të hapësh telefonin dhe mos t'i përgjigjesh një gazetari. Ne ishim dhe në zyrë, ju pritëm 3 orë dhe nuk kishit. Të paktën në telefon na u përgjigjni. E mbylli. Zonja Islamaj, ashtu si Gëzim Bisheva, e ka ndarë mendjen për mos thonë asnjë fjalë. Pasi e hapi telefonin, qëndroi disa minuta, duke mos thonë asnjë fjalë, sapo mori vesh se kush e telefonon, vazhdon e qetë jetën e saj. Se harruam. Jeni që jeni. Ktheja një mitrolozin Gëzimit, se ndoshta mund t'i duhet.